Marrëveshjet e fundit të firmosura nga qeveria shqiptare për shndërimin e Vlorës në një qendër të gazit të lëngshëm natyror kanë ndezur një debat të fortë mes autoriteteve dhe mbrojtësve të mjedisit. Ndërsa qeveria e sheh këtë si një hap strategjik, organizatat mjedisore e cilësojnë projektin si injektim të helmit fosil në Shqipëri. Marrëveshjet e 28 prillit dhe vizioni i qeverisë. Më 28 prill, autoritetet shqiptare nënshkruan 2 marrëveshje kyçe mbi burimet energjetike të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto marrëveshje parashikojnë zhvillimin e një habi ose qendre energjetike në Vlorë dhe furnizimin me gaz të lëngshëm natyror. Sipas ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës, Enea Karakaçi, ky projekt është shumë komponencial dhe synon ta pozicionojë Shqipërinë si një port strategjike që do të ripërcaktojë hartën energjetike të gjithë rajonit. Mbështetja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte e pranishme edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Ajo theksoi rëndësinë ekonomike dhe gjeopolitike të këtij bashkëpunimi. Këto marrëveshje 6 miliard dollarëshe tregojnë se Shqipëria apo luan një rol në rritje si ndërlidhës në Ballkanin Perëndimor. Siguria dhe begatia shkojnë krah për krah. Kundërshtimi i mjedisorëve, dëme mjedisore dhe ekonomike. Përballë entuziazmit zyrtar, Lëvizja për Energjinë dhe Klimën, një koalicion prej 6 organizatash mjedisore, ka reaguar ashpër. Sipas tyre, ky projekt favorizon kompanitë shumëkombëshe. Aktivistët pretendojnë se marrëveshja synon maksimalizimin e fitimit të korporatave përmes shitjes së gazit në Ballkan. Rrezikon ekosistemin e Vlorës. Vlora vlerësohet për pasuritë e saj mjedisore dhe turizmin e konsoliduar, të cilat mund të dëmtohen nga industria fosile. Kujton dështimet e shkuara. Organizatat sollën në vëmendje kostot e marrëveshjes së mëparshme me kompaninë Accelerate Energy për termocentralin lundrues në Vlorë. Organizatat shprehen të bindura se qytetarët e Vlorës do ta refuzojnë masivisht këtë industri. Besojmë se populli i Vlorës do të refuzojë injektimin e helmit fosil në Shqipëri, thuhet në deklaratën e tyre drejtuar mediave.